Drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Zoti Hoxha, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Si është policia e Kosovës sot? A mund na folni shkurtimisht për përgatitjet që ka bërë institucioni i policisë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë? Po, policia e Kosovës edhe sot edhe ditëve tjera shumë mirë. Ka bërë planifikimet me kohën në lidhje me ditën e zgjedhjeve, ditën e sotme. Dita sot me ka fillu për neve shumë heret në ora 3 mëngjesit. Policia tonë janë paraqit në detyrë dhe së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në fakt ekipet tyre lokale janë shpërndarë në gjitha të qendrat e votimit nëpër Kosovë. Deri tash nuk është raportuar ndonjë problem. Do incident ka pas disa delashe të vogla që më shumë janë natyrës teknike që KTZ-ja do duhet merret me to, çështja e energjisë elektrike në disa fshatra, e disa mungesa të komisionerëve. Po në përgjithësi ndo incident sigurisë deri më tash nuk është raportu. Policia e Kosovës ka angazhuar rreth 6250 policë në këtë operacion. Do të kemë rarë 12 orë punës në ndrimin e parë dhe pas ndrimin e pasdites, derisa të gjitha materialet zgjedhore të përcillen në qendrat komunale të numërimit. Nuk presim do incident madhor, si do të qoftë ne kemi marrë gjitha masat e duhura në mënyrë që të garantojmë rënd dhe siguri. E pashtu qytetari jonë ta shprehet të drejtën e votës së vet në mënyrë të lirë, pa presion, në mënyrë që të zgjedhë ata që mendojnë që do të përmirësojnë mes miri. Po, zoti Hoxha, dua të ndërlidhem pak te çështja e problemit që përmende me energjinë elektrike. Thatë se në disa fshatra ka pas telashe të tilla evidente? Në cilën pjesë Kosovës kemi informacione të sakta? Mund ta dim? Po ishte një fshat të Biliqit dhe një fshat të Gjilanit më herët, po si duket është rregulluar tash. Para menon në Biliq me pas reduktime. Nobilisht, po një fshat lajqizm duket. Po. Zotri Hoxha, më intereson edhe një gjë ta diskutojmë. Nëse është njëri prej institucioneve që ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me qytetarët, është Policia e Kosovës. Pritni që ky bashkëpunim të jetë edhe në ditët e sotme në kuptimin e raportimit të parregullësive ose elementeve të tjera të cilat do të mund të prishnin këtë proces zgjedhor. Po, ne presim bashkëpunim shumë mirë me qytetarët dhe gjithë ata që kanë informacione për ndonjë çështje që lidhet me drejtën e votimit, presione, mashtrime, blerje të vota, shfaqje fotografime, gjëra të tjera, të raportojmë Policinë e Kosovës edhe ne së bashku me prokuroritë përkatëse Policia e Kosovës, duke zbatuar një marrëveshje që kemi në bashkëpunim me KQZ-n dhe pashtu prokurorinë dhe Këshillin Gjyqësor, do t'i dalim ballë çdo informacioni dhe do ta trajtojmë me urgjencë çdo informacion që mund të më ndikojë në procesin zgjedhor e që do të kishte mundësi me dëmtu gjithë procesin zgjedhor demokratik që Kosova tashme 20 vite, 25 vite e dëshmon. Jemi ndështë demokracia më e ri dhe më e mirë në Ballkan. Sa për këtë çështje zgjedhur ne kemi pas të laçe serioze sidomos viteve të fundit. Andaj besoj kjo është një meritje dhe kulturës demokratike të popullit tonë, qytetarëve tonë. E ne institucionet do ta kryjmë punën tonë, kemi obligim që të garantojmë rënd dhe pashtu drejtësi për gjithë. Po, zoti Hoxha, kjo është procesi i 4 zgjedhor që po zhvillohet në Kosovë brenda vitit. Sa ka qenë sfiduese për Policinë e Kosovës që të bëjë të gjitha përgatitjet e duhura, të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për monitorimin e aspektit të sigurisë në procesin zgjedhor? Po, normal, na ka marrë më shumë energji, më shumë angazhim. Mirë po kemi arrit me sukses mi përballu gjitha këtu 4 zgjedhje tash që po muan që nga fillimi i këtij viti deri nga zgjedhjet e përgjithshme, zgjedhjet lokale dy runde dhe këtë rundën e dytë, do në angazhim sepse nuk është e lehtë të angazhohen rreth 6250 policë,